Selam aleikum hoxh. A lejohet me I thonë një jo besimtari selam aleikum? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Islami na mëson që të sillemi mirë me jo muslimanët. Të bëjmë mirë atyre, të vizitojmë kur janë sëmur, të shkëmbejmë me ta dhurata, ta lutim Zotin për udhëzimin e tyre. E për sa I përket përshëndetjes, pra ne përshëndetemi me ta. Mirëmëngjesi, mirëmbrëma, lutim Zotin e gjithësisë për ta. Ndërsa për sa I përket selamit si selam, kjo është përshëndetje që ne përshëndetemi mes nesh si besimtar. Pra assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Pra kjo është përshëndetje e veçantë që përshëndetemi me të ne si musliman mes njëri tjetrit. Ndërsa me jo muslimanët I përshëndesim mirëmëngjesi, mirëmbrëma, mirëdita.